Lojtarë si Miri që këtu në të gjithë shtëpinë vetë deklarohet perandor mbret të gjitha, ndërkohë që të gjithë lojtarët e tjerë konsiderohemi të barabartë me debatet që bëjmë me njëri tjetrin, ndërkohë Miri është i vetmi këtu që shmang debatet. Miri bën debate vetëm me ato që do ai, me ngrit njëri tjetrin dhe i shmanget çfarë do lloj përgjegjësie dhe çfarë do lloj debati me të gjithë. Tani unë dua ta di këtu, çfarë lojtari është Miri që e konsideron veten kaq lart, ndërkohë ka frikë të bëjë debat me cilin do këtu në shtëpi. Miri? Atëre, debatet me Mateon janë shterp, sepse që në ditën 1 që ka ardhur dhe është takuar me mua në akuarium, nuk ka pas asnjë lloj argumenti përballë. Vetëm ka thënë ti je i poshtër, je faqezi, je 60 vjeç, je i dashuruar me atë vajzën, si të vjen turp, je i martuar këtu, je ke këtë 1000 këshillat. Dhe këto nuk janë fakte. Këto janë thjesht opinione të janë opinione këtij djali që e ka parë nga jashtë, kur hyri brenda dhe vazhdon po lavatriçe, rrotullohet po njësoj. Unë debat me këtë djalin pa argumente nuk bëj. Unë bëj debate me njerëzit që kanë argument dhe i kthej kundër argument. Tani, sa për atë që ky përmend që unë përdora vajzën time për të marrë informacione, po çdo njeri që ka një surprizë nga një të afërm, është normale të marrë informacionin si jam unë këtu brenda, si shikohem unë nga familja ime, a kam bërë unë gabime, apo janë në rregull. Dhe unë vajzën time, unë vajzën time e pyeta sinqerisht, a mund të rri këtu apo të vi me ty në shtëpi? Dhe vajza ime tha, rri aty. E pyeta kë%, tha Selin, dhe këta kanë probleme me këtë gjë. Kanë shumë probleme me këtë gjë sepse këtyre ju djeg loja dhe jetesa dhe njerëzilliku që unë kam me Selin. Dhe ju këtë nuk e cënoni do. Okej, mbarove. Unë pas kam lojë këtu vetëm me Brikenën. Unë pas kam prime këtu vetëm me Brikenën. Ti çka ke më shumë që çdo prime ke me Selinin. Ti çdo prime deli dashuruar me Selinin. Xheloz ndaj Selinit. E ka marrë situatën me siklet dhe e ka fyer në favor. Dhe ti këtë gjën e ke problem. E ke problem. Dhe ti e bën. Ty situatën e tua kur të vinë ti nuk i kthe dot në favor. Në këtë lloj mënyre. Dhe kur vjen prime ti e bën. Nëse ti e bën, ajo duket nga ty. Që çfarë do lloj situate që më vjen për dobësi, unë e kthej në favorin tim. Ky jam. Po ti lojën vetëm me Selinin e ke pra? Pse thu tjerëve ti, unë pas kam lojë me Brikenën, ndërkohë që ti çdo prime del me Selinin. Edhe nuk e ke bezdi dalësh as për ndjekës, as i dashuruar, as xheloz. Pse? Ti vazhdon gjithë javën. Ato i thua ti në tim ata. Ti je i pari që më ke akuzuar që unë jam i dashuruar. Dhe ke thënë atje, jo më zotërio, nuk është kjo. Kjo është ajo që ke dashur ti të mendojmë ne. Se ti çdo prime e fiton në këtë lloj mënyre. Që në fund të bigadrit unë do them që jam erdhe i dashuruar. Jo zotërio, unë atë vajzë e kam respektuar, e kam admiruar se si është këtu dhe ka marrë përballë të gjithë situatat që ju ja keni kthyer në kundërshtim. Ajo është vajzë nderuar, ajo është vajza më e mirë që është këtu dhe unë e respektoj për të gjitha cilësitë që ka. Pastaj se si bëj unë lojën. Nuk i përballon dot debatet i Miri. Jam perandori apo s'jam perandori, jam fjalë të thëna nga ju. Je një lojtar i lodhur, i vetë deklaruar perandor. I vetë deklaruar. Atëherë Ledion, po të bëjmë një analizë lojës së Mateos që nga momenti që është futur në shtëpi, nëse ka një person që Mateo duhet vërtet falenderoj, është Kristi. Si për situatën Brikena Mateo, si për situatën Miri dhe Mateo. Për pjesën e Brikenës është për arsye se Kristi ka folur më orë të gjata me Mateon për t'i afruar ose për të patur një mendim pak më zgjeruar, ndërsa për pjesën e Mirit është sepse në momentin që Mateo ka hyrë brenda në shtëpi, Miri ka qenë tematik. O Mateo, të lutem më lejo ta mbaroj deri në fund. Sa për pjesën e surprizës, i kam thënë Mateos se dhoma Agrimit që ke bërë gabim, vetëm një moment sepse nuk doja të ndërhyja, për pjesën që ti e përdor një sekond, që ti komenton një surprizë aq personale, aq të bukur në atë mënyrë. Tani të gjithë ne, kushdo që ka ardhur surprizë nga jashtu, të gjithë kemi dashur të dimë një informacion më shumë në lidhje se si po dukemi ne jashtë saj shtëpie. Edhe pse ato
edhe pse ne dim shumë mirë që edhe mesazhet që na vinë të limituara, sepse normalisht nuk mund të thuhen të gjitha. Tani, qasja e Mateos kundrejt Mirit në disa situata është e gabuar, sepse është e njëjta gjë, sikur Miri pretendon që Mateo ka vetëm situatën me Brikenon, është e njëjta qasje dhe Mateos që mendon që Miri ka vetëm situatë me mua dhe Mateo në çdo prajm, po të bëjmë një analizë të çdo prajmi që Mateo ka qenë përballë Mirit, Mateo nuk ka treguar asnjë argument tjetër përveç se ti je xheloze për atë vajzë, ty të mban këtu brenda ajo vajzë, ti rrin me atë vajzë, domethënë as nuk zhvillohet marrëdhënia Miri Mateo, as nuk fundoset, është një vit linear që qëndron po e njëjtë, pa asnjë gjë të re. Brikena? Legion, unë e kam thonë që gjithmonë për Mirin, që për menimin tim Miri është një manipulator shumë i madh në shtëpi. Do me thonë Miri i merr gjitha gocat anash dhe përdor kartën e mirësisë për do me thonë me i manipulu dhe me i lënë aty në hijen e vet. Unë jam shumë dakord me fjalët e Mateos edhe nuk kisha ashtu asnjë fjalë tjetër. Stelina, si e mendon ti këtë, duke qenë se shpesh je konsideruar si një nga vajzat e Mirit dhe kur Mateo me një kuptim fillon radhit personat që kanë qenë afër Mirit edhe që e gjejnë veten jashtë shtëpisë, atë ngre dhe ty një lloj dyshimi apo nuk ke? Atëherë, së pari do doja ta nisja me faktin që Mateo thot se të gjitha situatat që Miri ka dalë në prime kanë qenë pikërisht situata Miri Selin. Kjo sepse çdo argument që banorët kapen me Mirin është pikërisht situata që Miri, më fal, ta mbaroj lutem. Ky është vetëm argument që ata e nisin debatin dhe normalisht kjo del në prime, se nuk kanë asgjë tjetër për tu kapur. Për sa i përket surprizës, unë ja kam thënë mendimin tim Mateos, unë për Mateon kam shumë respekt për gjithë vlerat që ka treguar, por tek ajo ka bërë gabim shumë të madh. Të gjithë ne që kemi provuar edhe fjalët. Të gjithë ne që kemi provuar surprizat u brenda, e dim shumë mirë se sa emocionuese janë. Unë personalisht kam pasur një të tillë dhe nuk dija se çfarë të bëja, por është shumë njerëzore dhe shumë normale që të dish minimale se si të sheh familja jote ty në lojën këtu, duke qenë se ne kemi humbur kontaktet me ta dhe nuk e dim fare, të paktën për njerëzit që janë më të rëndësishëm për ne, të dim se si dukemi në sytë e tyre. Shumë e turpshme që të thuhet se ti nuk përqafove, nuk i dhe kohën e dur, po interesove më tepër për Selinin, ndërkohë që pyetja e Mirit ka qenë në maksimum. Pyetja e Mirit ka qenë kush të pëlqen më shumë dhe vajza e Mirit ishte e lirë të zgjidhte këtë donte, nuk ishte presion që të thonte pikërisht emrin e Selinit. Ajo vjen nga jashtë, ndoshta Selini nuk i pëlqente fare, mund të thonte një emër tjetër. Ajo tha atë që i pëlqente. Për sa i përket radhitjes që Mateo bën, unë patjetër e mbështes Mirin, e kam thënë që nga dita parë, nuk do t'i dal kundër asnjëherë, kjo për shkak të raportit. E dim. Edhe kur bëj gabim, nuk do t'i dalësh kundra. Jo, nuk e kam përkrau, minimalisht. Po jo, pra sa për ty nuk do t'i dalësh asnjëherë kundra. Ti je këtu me drejtën apo me Mirin? Po lërë me shpreh. Të lutem. Jam gjithmonë krah Mirit, por nuk e kam mbrojtur. Nuk e kam hyrë në debate që nuk e kam parë të drejtë. O jo Elia, pa lere. Jepi leja sa. Lere, kur të viro geti, pastaj folti. Dua të di pak mendimin e Arbrit dhe Monikës në lidhje me këtë situatë. Madje mirë është ta nisim nga fundi. Nga fundi është pjesa që ata e kuptojnë shumë mirë se për çfarë po flet Mateo. Pra, Mateo po flet për këto avokatët e Mirit, siç është Stelina. Për shembull, Stelina di shumë mirë çfarë do thotë, edhe për raportin e ngushtë që ka me Mirin, çdo që të bëj Miri është okej për Stelina. Absolutisht, se i kam thënë dhe kujdes me fjalët. Të lutem, kemi koherent, i kam thënë dhe kujdes me fjalët, mos bjerë në nivelin e personave të tjerë. Arbër, të lutem, mos më hiq fjalët nga goja. Kjo është çështje këmbvështrimesh. Unë mendoj që deri më tani të dy banorët, edhe Miri, edhe Mateo, kanë pas historitë e tyre kryesore që lidhen me një banor tjetër. Miri në rastin e Selinit dhe Mateo në rastin e Brikenës. Të ndryshëm si histori, por kanë qenë gjë kryesore për tu diskutuar. Ajo që shoh unë në këmbvështrimin tim se çfarë do të thotë Mateo është për veçpalljen e perandorit, që s'ka asgjë të keqe, është fuqi brenda lojës të veçpallesh dhe të manipulosh të tjerët, të prodhosh pushtet, por ajo që unë kuptoj është pjesa e aleatëve në lojë dhe aleatëve të cilët Miri mund t'i përdori si ushtar dhe në momentet të caktuara, përveç Selinit, i përdor me kuptimin e fjalës që i mban afër, shfrytëzon atë raportin miqësor, por nuk i mbron. Dhe tregohet me faktin që Lorea është jashtë, Lorna është jashtë,
Melona nuk e ndau asnjëherë as misa shpesh. E majti varë, dhe në fund fare tha ti je me grupin tjetër, nuk je me mua. Pra, ne po flasim këtu për strategji loje. Strategjia e lojës së Mirit është që të dalë vet i pari në dukje dhe nuk i intereson asnjë tjetër përveç Selinit se kush dëmtohet. Le të dëmtohen të gjithë njerëzit që ai mund t'i përdorë. E rëndësishme për të është që loja e tij të ecë përpara. A mund të ta jap një përgjigje, Arbër? Patjetër më. Atëre, tek të gjithë këto banorë që ti përmende, që kanë dalur jashtë, unë nuk i kam mbrojtur ashtu siç thua ti, por i kam lënë vetë të bëjnë lojën e tyre, sepse unë jam... Më lëni pak. Për me qenë se donë me i lojën me po lojën e tyre, sepse një sekund, ata shtegoj. A donë me i lojën me po lojën e tyre, mos jafro ofër, ato banor, i kam bajtur afër, i kam këshilluar, i kam treguar, aj sa të doje, aj sa kisha një tipi tregoja, dhe pastaj i kam lënë të luajnë lojën e tyre të panvarur, sepse në këtë Big Brother, një sekond se po flas, në këtë Big Brother nuk mund ta fitosh dot me aleancë dhe duke të mbrojtur një që është në thojza më i fortë se ty. Ti duhet të dalësh vetë në sheshin e betejës dhe duhet të përballesh vetë me situata që ke. Ata që kanë dalë sepse arsyeja është, një sekond, arsyeja është sepse nuk e kanë përballuar dot vetë lojën në situatat e tyre. Okej, Arbër, doja të merrem vetëm një rast konkret kur po bënte Baby Gia debat me Juelën. Atëherë pse nuk del Selin? Edhe në momentin që Meri shifte Baby Gia, po flasu. Po shifte Baby Gia të fortë që po përballeshe me debatin. Në atë moment vite dhe merrte laftin, duke ja dorën qafë si aleat, sigurisht ai forti dhe sigurisht që kriju Selin nuk e ke çuna herë. Atëherë për e pe atë lojtar forti atëherë për t'i marrë asaj laftin për t'i vjetë debat. Arbri nuk e kam më, ata pyes Arbri se nuk e kam më. Të lutem, kam përshtypjen Miri se po të dëgjosh. Urdha. Ta dha Selin para pak çastesh atë përgjigje. Po pra, po duhet më japi Arbri. Jo. Që me që dha shëmbujt... Arbri mund të ta japi, po them, Selin të tha diçka, se nuk e ke dëgjuar. Po. Tha diçka që nuk është faji i Mirit, që të tjerët, që kanë dalë, e kanë lënë veten e tyre të manipulohen. Ai është manipulues. Po ti që shkon dhe manipulohesh në lojën e Mirit, ai do të rriqë afër vetes. Manipulueshme. Pra, ti ke tentuar sipas Selin në mënyrë indirekte të manipulosh dhe Selin, por avantazhi i saj kanë qenë më të lehta ato për manipuluar se sa Selinit. Selini ka pasur rezistencë, nuk ka këndvështrim tjetër, nëse doni këndvështrimin tim. Askush nuk thot që është problemi i Mirit. Analiza e Mateos dhe analiza e Arbrit kanë një emërues të përbashkët. Pra, është Miri që është në rregull me vetën e vet? Jo, është Miri i cili me aftësitë e tij përdor banor duke i ofruar miqësi, aleancë, duke i këshilluar, duke i thënë Stelinës që zemër, nëse do e marri vesh njeri çfarë ndodhi ke kutia e Pandorës, do jesh ti, vetëm ti. Dhe automatikisht krijon këtë lloj lidhje. Dhe Stelina, natyrisht, nuk i del dot kundër Mirit, sepse mendon edhe lojën e saj. Kundër dhe të tjerë. Po sa po the para pak minutash që nuk do të ndal kundër Mirit, domethënë, njëra o tjetra. Po është deklaruar edhe pjesë, çfarë deklaron ti tjetër? Se doli kutia Pandorës, si ti jemi qartë. Olivia, mund të thë diçka? Un kam një këndvështrim tjetër, një sekond. Po për disa parime të mia njerëzore që unë me atë djalin kam një marrëdhënie tjetër jashtë kësaj shtëpie dhe unë nuk e shkel dot parime të mia njerëzore për një lojë. Kjo është e gjitha. Un kam një këndvështrim tjetër për a mund ta tregoj? A mund ta them? Po, mo patjetër. Ka një fakt, me që më rëndite faktet që filania kanë dalë nga kjo shtëpi, atëherë pse nuk del Selin nga kjo shtëpi, se nuk manipulohet, apo një sekond, më ta mbaroj. Nuk del nga kjo shtëpi se nuk manipulohet, apo se i del përballë të gjitha situatave të veta. Kjo ishte për ty Arbër. Sepse i ka kuptuar manipulimet e tua dhe do bën dhe lojën e vet, edhe kur do bën sikur është manipuluar nga ti.
Okej. Kjo është pikpamja jote, ja ku është Selita ta thot vetë. Për kë? Cila është në përgjithësi këtu që mund ta kthejnë banorët ose dhe arbri nëse mundet. Nëse kemi një lojtar që ka zgjedhur strategjinë e vet të manipulojë njerëz, t'i afrojë duke i bërë miq për t'i përdorur më pas në lojë, nuk është korrekte. Po loja Gertit që ka vendosur të vi këtu dhe të bëjë strategji me ofeza, me shpifje, me denigrime, është okay? Dhe cila lojë është më një sekond. Edhe cila është lojë më e pastër Big Brotheri? Të manipulosh njerëzit brenda kësaj shtëpie apo ti denigrosh njerëzit e kësaj shtëpie? Në këtë rast nuk po krahasojmë lojën e Mirit me lojën e Rogertit. Mateo. Kjo nuk ishte për të krahasuar, kjo ishte për të thënë që nëse kjo është strategji e Mirit, është strategji e pastër loje Big Brother. Po nuk e pranon Miri. Selin, shumë dakord me ty, por në momentin që Mateo i thot këtë gjën, Miri nuk e pranon. Unë jam dakord. Nëse Miri do thoshte kështu është dhe Mateo nuk do lodhej më. Jo, më ta them unë. Ora i do thot po t'i dha gjëra prapë dhe po ta them unë po. Te di unë se me ato do merret. Por një sekond. Po ta mbaroj unë dhe vazhdo. Nuk është problemi që ky është një moment që unë e përdor këtë gjën. Është strategjia ime, nuk është problemi. Problemi është pra është ashtu siç thot Mateo. Një sekond. Problemi është që kjo strategjia ime i nxjerr të gjithë këto banorë që unë i mbaj pranë, i nxjerr të gjithë jashtë. Ka nxjerr jashtë vetëm ata banorë që nuk e kanë rezistuar dot në lojën e Big Brotherit në situatat e tyre. I ka nxjerr strategjia jote apo i ka nxjerr loja e tyre? Loja e tyre. Monika. Strategjia jote se ti. Monika. Ledion. Po Mateo, po. Mirit nuk i intereson. Loren e kam lënë në Loren e kam lënë në nominim. E kam lënë në nominim, nuk e kam shpëtuar. Sepse doja që Lorea të bënte lojën e saj. Mirit nuk i intereson që të bëj lojë askush tjetër këtu brenda. Mirit nuk intereson që asnjëri këtu brenda të ngrihet me debate. Edhe në rastin e Baby G që një debat pati, aty ndërhyri Miri për të marrë lavdinë dhe për të dalë në krye të situatës. Pra, Mateo, edhe të logjikën e Monika, një sekond. E mendon Banor, një sekond të merreni vesh. Mateo, hedh këtë logjikën, pra këtë për ta krahasuar me shushunjën, pra që merr gjakun e të tjerëve për të jetuar sa më gjatë. Asnjë lloj konotacioni negativ, bëra vetëm si më nxjerrën njerëz të mirë. Po kështu thot Mateo, more zotri o Miri, thot Mateo, pra Mateo thot, ai Mateo thot, Miri, më dëgjoj, Mateo thot, ka një debat në rastin konkret Baby G me Juelën, në vend që ai që ka afër Baby G-n, ta lër Baby G-n që të marri gjithë vëmendjen dhe lavdinë e saj. Jo. Një moment. Po mëse, o Miri, ti i thua të tjerëve mos ndërhyj. Ta mbaroj Ledioni sekond japësh përgjigje. Atëherë nuk po merreni vesh, nëse nuk doni dëgjoni, nuk do lodhe. Monika. Atëherë një sekond, Baby G, të japun mendimin tim personal dhe pastaj u shikojeni prapë në këndvështrim tjetër. Unë nuk e shikoj manipulim nga ana Mirit. Sigurisht që ti buzqesh. Jo, po normal që s'është manipulim, sepse ju keni, sepse më dëgjoni pak i sekond që mos bëni po prap njëjtat gabime dhe rrotulloheni si kalin në përlëm dhe asnjëri nuk nxjerr asgjë. Mateo ngel vetëm te brikena që i çon bolin edhe asgjë tjetër. Edhe i thot, kundër Mateo, sa vjen për të komentuar situatën Mateo. Nuk jam kundër Mateo, se fare. Nuk po them. Unë po t'jap këndvështrimin. Ti po deshe. O Mateo, ti po deshe vazhdo me letrat e lagura. Unë po të them që të mos rishke letrat e lagura, ta fitosh edhe brikenën, të fitosh dhe lojën. Lojën e bëj si duan, jo si do ti. Po mirë, atëre bëje si dush ti ri, mirëmëngjes o Ylli Sabaut edhe je në rregull. Tani unë po të them këtë tjetrën. Në marrëdhënie me Mirin, keni një problem që të gjithë. Aty, po ta shikoni në të gjithë historinë e vet, më gjeni një vajzë nga shtëpia që Miri e ka fyer, e ka shar apo e ka intimiduar. Asnjërin. Jo, po ka lidhje ajo. Ka lidhje. O Brikena, një sekond, o Brikena, më fal. Ke mbron asnjëherë. O Brikena. Një sekond. O Brikena ta mbaroj që Miri është manipulues e din. O Brikena, morën vesh se ti. Brikena ta mbaroj mendimin tim. Brikena ta mbaroj mendimin tim, se ti e para që je manipuluar nga Mateo, po ta kapësh në atë këndvështrim, që të shiti ty me puthjen. Ktu që, prandaj dëgjoni, Miri nuk të ka manipuluar ty asnjëherë.
Miri nuk e ka manipuluar ndonjëherë Gretën, edhe pse Greta kam leju, nuk është e Po një sekondë. dëgjoj pra. O priken. Dëgjoj një sekond. Dëgjoj më të jap unë këndvështrimin tim, pastaj ti bëj çfarë dush. Unë nuk e kam pa Mirin të manipuloj as Juelën, as Inën dhe as Bebigjin. Po Mateo kë ka manipulu? Si? Kë ka manipulu Mateo? Kë ka shar Mateo? Unë po them çfarë thot Mateo për Mirin. Ta mbaroj mendimin tim. Duhet më i thonë të dyja. Duhet më thonë ti mund t'i japësh të lutem. Ti mund t'i japësh të drejt Mirit, por duhet thuash që se po flasim për ata të dy. Duhet thuash që edhe Miri s'ka ofenduar njëri, po duhet thuash edhe që Mateo s'ka ofenduar njëri. Ka një këndvështrim tjetër. Miri nuk ka thënë për Duhet më i thonë të dyja. Edhe unë jam dakord me ty, vetëm duhet të thonë të dyja. Ti mbyllim do duar trokitjet? Po. Mbyllim duar trokitjet që të them unë mendimin tim. Po më thuaj, kë ka akuzuar Miri për manipulator Mateon? Kë ka manipuluar Mateo? Kë ka akuzuar Miri? Po pse duhet të po s'jam? Po pusho më vlla ti e mbaroj unë. Pusho. Se je problematik shumë. Tani, këtu nuk e ka këtë gjë. Tani u po them në këtë këndvështrim, të gjithë janë turr Mirit. Pse janë turr Mirit? Në çfarë këndvështrimi? Sepse nëpërmjet Mirit kapin Prime-in. Duke Po një sekond, Ta ktheu përgjigjen. Po një sekond, Mali. Është fakt. Mbaroj ta ktheu përgjigjen. Po për jam. Ora ta mbaroj. Pusho. Mbaroj ta ktheu përgjigjen. Edhe ty të manipulova. Ora jeni super. Hajde pusho. Ata mbarojnë mendimin tim. O Miri, ta mbaroj Monika. Ora do të më di çaj rozmarinë më vlla se na u tha fyti. Nëse kjo situatë përsëritet, më besoni ka njerëz që duan ta dëgjojnë me vëmendje komentin e Monikës, kështu që nëse vazhdon përsëritet, doja u ndërpres lidhjen edhe vazhdoni me kokën tuaj dhe tundeni dhe kështu. Se ju pëlqen vetëm mendja juaj.